Ishte një e marrë tipike kur fillova të vija re ndryshime delikate në rutinën e motrës sime, ndërsa ajo kujdesej për burrin tim të paralizuar, Leo. Filloi i vogël dhe mezi i dallueshëm, por diçka kaq e madhe nuk mund të fshihej përgjithmonë. Ditën që gjeta një shënim në një stëk, nuk e pash më kur motrën time njësoj. Nuk mund ta besoja atë që po fshihte motra ime dhe kjo ndryshoi gjithçka. Pasi burri im pësoi një aksident me makinë disa vjet më parë që e la të paralizuar nga beli e poshtë, jeta ime u kthye përmbys. Unë isha recepcioniste në një bank dhe nuk kisha asnjë ide se si të kujdesesha për nevojat e veçanta të burrit tim. Por si një mrekulli motra ime u hodh për të ndihmuar, pasi ajo sapo kishte marrë diplomën e saj si infermiere banuese. Në ato kohë unë ndjej si zgjidhja perfekte. Unë jetoja me motrën time dhe burrin tim duke marrë më të mirën nga të dyja botët. E doja motrën time dhe kishim një lidhje të shkëlqyer, kështu që nuk e vura në dyshim kur vendimin për ta lënë atë të kujdesej për burrin tim, pa marrë parasysh sa intime do të bëhej. Ajo më tregoi se si ta laja atë në mënyrë që edhe unë të ndihesh e dobishme, ndërsa ajo bënte pjesën tjetër. Në javët e para unë shpesh kontrolloja si burrin tim ashtu edhe motrën time, duke i pyetur ata nëse ndiheshin rehat në mënyrën se si po shkonin gjërat. Por të dy më thanë të mos shqetësohesha. E dija që ata kishin pasur gjithmonë një lidhje të shkëlqyer, kështu që do të dëgjoja se të dy ishin rehat me mënyrën se si po shkonin gjërat dhe lidhja e tyre ishte ende e fortë, unë ndjeva e mrekullueshme. Fatkeqësisht, tani që e dija çfarë po fshihte motra ime, nuk mund të mendoja për atë kohë pa shqyrtuar çdo detaj. Pse motra ime ishte kaq e etur për të më ndihmuar mua dhe burrin tim? A ishte vërtet vetëm për shkak të lidhjes son motorore, apo kishte ajo një motiv tjetër? Unë e di, më mirë tani, por atëherë nuk do ta kisha hamendësuar kur personin që ishte në të vërtetë motra ime. Unë vura re së pari se diçka ishte ndryshe një mëngjes tipik të martë, ndërsa motra ime po bënte kafe për burrin tim dhe mua. Kafeja që më dha kishte një shije pak të çuditshme dhe sa po pa fytyrën time të hutuar, ajo shpejt ndroi filxhanet tan duke qeshur me siklet. Provova një shije të re kafeje për Leon. Çfarë mendon? Më pyeti ajo. Leo provoi kafen që sapo kishte pirë unë dhe fytyra e tij dukej po aq e hutuar sa imja. Nuk mbaja mend të kisha bler ndonjëherë kafe të re, kështu që e gjithë kjo ishte shumë e çuditshme. Çfarë shije është kjo? E pyeta, por ajo tha se nuk e mbante mend dhe shpejt ndryshoi temën. Nga ajo ditë unë fillova të vija re gjithmonë më shumë gjëra. Amanda kërkoi në studion ton dje. I thash burrit tim një natë ndërsa shtriheshim në shtrat. Ai duke i befasuar, por jo shumë i shqetësuar. Ndoshta ajo thjesht po kërkon një foto tuaj apo diçka tjetër. A do ta pyes për këtë? A don? U përgjigj ai, por i thash jo. Ajo ishte motra ime dhe duhej ta bëja këtë vetë. Unë ndjeva keq që dyshoja se motra ime po bënte diçka. Unë kisha besuar tek ajo me gjithë zemër, por tani nuk ndihesha rehat as ta lija vetëm me burrin tim. Sigurisht, i besoja atij, por ai ishte ende një burr dhe ajo ishte një grua e re dhe e bukur. I kisha parë filmat dhe lexuar histori të mjaftueshme për të ditur se tradhtia mund të ndodhte më të mirëve prej nesh. Por kur e pyeta burrin tim për këtë një ditë, ai më siguroi se ajo nuk kishte bërë as lëvizjen më të vogël ndaj tij. Ai dukej i ndershëm dhe i vërtet, kështu që të ndëgjoja këtë prej tij më bëri të ndihesha pak më mirë. Në të njëjtën kohë, megjithatë, më bëri të hutuar pse ajo po sillej kaq dishuese nëse nuk ishte pas burrit tim. Mëngjesin tjetër u zgjova herët për të ujitur bimët e mia para se të shkoja në punë. Ndërsa kaloja pranë dhomës së motrës sime, dëgjova atë duke folur butësisht me dikën në telefon. Nuk mund të kuptoja se çfarë po thoshin, pasi ishte shumë me zë të ulët, por ishte patjetër për diçka sekrete, sepse sapo një nga dërasat e dyshemes kërciti në këmbët e mia, ajo u qetësua. Ndërsa u isja bimët e mia, dëgjova një zhurmë të fortë nga dhoma jonë. Duke u futur me nxitim, gjeta Leon që rënkonte nga dhimbja, duke i më i zbet se zakonisht. Motra ime hyri me vrull, fytyra e saj e gërryer me shqetësim. Ai papritmas është sëmur, njoftoi ajo, duke kontrolluar ballin. Gjeva një nyje në stomak. Si mund të ndodhte kjo kaq papritur? Pavarësisht shqetësimeve të mia, motra ime këmbënguli se do t'i trajtonte të gjitha. Shko në punë, unë e kam këtë nën kontroll, tha ajo, zëri i saj ishte i vendosur.
Si mund të largohesha duke e ditur se Leo ishte në një gjendje të tillë? Megjithatë, ajo më shtyu jashtë derës duke më siguruar se do të më telefononte nëse ndonjë gjë ndryshonte. Faji më gërrynte ndërsa largohesha me makinë. Imazhet e fytyrës së lënduar të Leos që më ndiqnin. Nuk mund të largoja shqetësimet e mia, kështu që hapa një plan. Para se të largohesha për në punë, ndes kompjuterin, hapa Skype dhe thira vetën time për të mbajtur një sy në dhomën tonë. Më duhet të shija se çfarë ndodhte kur nuk isha aty. Duke rregulluar kamerën, u sigurova që e gjitha dhomat ishte në pamje, duke shpresuar se kjo do të më jepte disa përgjigje. E minimizova Skype, duke u siguruar se nuk do të binte në syrin e motrës sime dhe u largova për në punë. Sa po hyra në makinën time, e ngrita volumin e telefonit tim, gati për të ndëgjuar ndërsa ngisja. Isha në ankth, duke pritur për çdo tingull, çdo të dhënë për atë që po ndodhte vërtet në shtëpi. Më duhej të dija që Leo ishte mirë. Ndërsa shfletoja trafikun e mëngjesit, zëri motrës sime mbushte makinën. Pushoni dhe hani supën tuaj, i kërkoi ajo Leos, toni sa i butë, duke kaq normale, ashtu si çdo infermiere e kujdesshme që i flet pacientit të saj. Natyra e përditshme e bisedës më bëri të vija në dyshim dyshimet e mia. A kisha gabuar për të? Duke ndëgjuar ndër veprimin e tyre, gjithçka dukej kaq e zakonshme, nuk mund të mos pyesja nëse dyshimet e mia ishin të pajustifikuara. A ishte ky e gjitha një produkt i imagjinatës sime tepër aktive? Sa më shumë dëgjoja, aq më shumë dyshoja në instinktet e mia. Ndoshta unë isha thjesht e stresuar dhe po shihja hija aty ku nuk kishte. Në punë, e mbajta telefonin tim të mbështetur, zërin e fikur, duke vështruar Leon që pushonte në dhomën tonë. Gjithçka ishte e qetë derisa motra ime hyri. Ajo ul pranë Leos dhe dukej se nuk po bënte asgjë më shumë se çdo motër e kujdesshme. Megjithatë, nuk mund ta hiqja ndjesinë se kishte më shumë në veprimet e saj se sa shihej nga syri. Gjestet e buta të motrës sime ndaj Leos u ndërpren kur ajo i përshpëriti diçka në vesh. Pastaj, ajo ktheu shikimin e saj drejt kamerës, shprehja e saj ndryshoi ndërsa shtriu dorën dhe fiku kompjuterin me një buzëqeshje të zymt. Ajo buzëqeshje më dha dridhje. Çfarë kishte zbuluar ajo? Zemra ime rrihte ndërsa shikoja veprimin e saj. Çdo instinkt bërtiste të nxitoja në shtëpi. Megjithatë, karriera ime ishte në një moment kyç, me takimin për promovimin tim që po fillonte. Unë ndjeva e ndarë, e bllokuar midis përgjigjeve të mia profesionale dhe nevojës urgjente për të përballur me skenën shqetësuese që po shpalosej në shtëpi. Menjëherë pas takimit, nuk mund të qëndroja as një minutë më gjatë. Shkova një shënim të shkruaj nga menaxheri im, duke shpjeguar se kisha një urgjencë familjare dhe duhej të largohesha menjëherë. Mendja ime garonte me shqetësim dhe dyshim ndërsa nxitoja jashtë zyrës, e dëshpëruar për të shkuar në shtëpi dhe për të përballur me motrën time për atë që kisha parë. Kur arrita në shtëpi, motra ime ishte ulur në divan duke parë televizor, sikur të ishte thjesht një ditë tjetër. Normaliteti i skenës bëri që zemra ime të rrihte edhe më shpejt. Si mund të ishte kaq i qetë dhe i mbledhur pas asaj që kisha dëshmuar në thirrjen Skype? Nuk kishte kuptim dhe ankthi im u kthye në zemrim. Nuk mund ta mbaja më zemrimin tim. Çfarë i përshpërite Leos? Zëri im i mbushur me tërbim. Fazata e rastësishme që ajo po projekton të u shkatrua në një çast, ndërsa ajo u kthye drejt meje. Shprehja e saj ishte një tronditje dhe mosbesim ndaj shpërthimit tim. Më duheshin përgjigje dhe më duheshin tani. Përgjigjja e motrës sime ishte të më akuzonte se po reagoja tepër. Thjesht i thash të qëndronte i fortë. U kundërpërgjigj ajo, duke përpjekur të më bënte të ndihesha sikur po humbisja kontrollin e realitetit. Por fjalët e saj bën pak për të shuar stuhin e emocioneve brenda meje. Unë nuk po imagjinoja gjëra, diçka nuk shkonte dhe unë mund ta ndjeja atë në kockat e mia. Mbrojtja e saj shpejt u kthye në agresive. Duhet të më besosh, ti ke ndryshuar, përgjigj ajo, duke kthyer skenarin dhe duke më bërë mua të keqen në narrativën e saj. Ajo po përpiqej të më bënte të dyshoja në perceptimet dhe besimet e mia. Por nuk mund ta lija që fjalët e saj të më lëkundin. Unë e dija atë që kisha parë dhe nuk mund ta injoroja.
Ajo doli nga shtëpia me vrull, fjalët e saj të mprehta si thika. Kam nevojë për ajër, tha ajo, duke pretenduar se nuk do të bënte kur atë për të cilën e akuzoja. Dera u përplas pas saj, duke me lënë vetëm në heshtjen e dhomës së ndenjes. Mungesa e saj nuk bëri asgjë për të qetësuar zemrën time që rrihte ose për të pastruar mjegullën e konfuzionit dhe dyshimet që qëndronin mbi mua. U zhyta në divan, pesha e argumentit ton më shtypte. Vetëm zhgënjimi dhe frika u shndrua në trishtim dhe qava. Lotët më rritnin lirshëm. Ishte një çlirim, por nuk ofroi asnjë përgjigje, asnjë lehtësim nga dyshimi gëryes se diçka ishte tmerrsisht e gabuar. Ndërsa shtrihesha aty, e raskapitur nga të qarat, futa duart në një astëk duke kërkuar ngushëllim. Gishtat e mi prekën një copë letre të fshehur poshtë. E befasuar e nxora atë. Lotët e mi u harruan përkohësisht. Çfarë po bënte kjo letër këtu dhe pse ishte fshehur në një astëkun ton? Letra ishte një recetë për ilaçe që nuk e njihja. Konfuzioni im u rrit ndërsa e shikoja, duke u përpjekur të kuptoja praninë e saj në shtëpinë tonë të fshehur në një hapësirë kaq personale. Çfarë ishte ky ilaç dhe pse ishte përshkruar? Zemra ime rrihte ndërsa kuptova se kjo mund të ishte e dhëna që më duhej për të kuptuar se çfarë po ndodhte. Me recetën në dorë, nxitova në studion ton. Mendja ime garonte me mundësi. U ula para kompjuterit, copën e letrës të shtrirë pranë meje, shkrova emrin e ilaçit, në shiritin e kërkimit, gishtat e mi dridheshin pak. Isha gati të zbuloj të vërtetën rreth ilaçit, por pikërisht kur shtypa enter, ra zilja e derës. Pikërisht kur isha gati të zbuloj misterin e ilaçit, zilja e derës jehoi nëpër shtëpi, duke më larguar nga ekrani. Me një pshërëtim u ngrita, kurreshtja ende digjej brenda meje. Kush mund të ishte në këtë orë dhe çfarë donin? Duke hapur derën, gjeta doktorin në pragun e derës son. Vizita e tij një kujtesë e gjendjes së keqësuar të Leos. Ai kishte ardhur për të kontrolluar Leon, çantën e tij mjekësore në dorë, gati për të vlerësuar dhe këshilluar. Prania e tij ishte një lehtësim dhe një paralajmërim shqetësimi, serioziteti i situatës pasqyroi në shprehjen e tij të zymt. Pas ekzaminimit të Leos, këshilla e doktorit ishte e drejtë për drejtë po shqetësuese. Mbajeni në vëzhgim të ngushtë, tha ai, hutuar nga rënja e papritur e shëndetit të Leos. Nëse përkeqësohet, hospitalizimi mund të jetë i nevojshëm. Fjalët e tij qëndronin të rënda në ajër, duke lënë pas një gjurmë shqetësimi dhe pasigurie. Çfarë po shkaktonte që gjendja e Leos të përkeqësohej kaq shpejt? Me doktorin e larguar u ktheva në krah të Leos, duke u shtrirë pranë tij dhe duke e mbajtur afër. Ai kishte temperaturë, trupi i tij i nxehtë dhe i djersitur, një dëshmi e luftës së tij. Rënkimet e dobta të Leos ishin zemërthyese, megjithatë, ndërgjegjësimi i tij për praninë time ofronte një fije ngushëllimi mes frikës dhe pasigurisë që na rrethonte. Motra ime u kthye më vonë, krahët e ngarkuar me ushqime dhe një shishe verë, duke propozuar një natë të vjetër të vajzave si një ofertë paqeje. Le të bëjmë darkën së bashku dhe thjesht të pushojmë, sugjeroi ajo, duke u përpjekur të hidhte urë mbi hendekun që kishte krijuar mes nesh. Përpjekja e saj për normalitet ndihej e papërshtatshme, por gjesti ishte aty, një deg ulliri e shtrirë në mes të stuhisë son. Edhe pse zemra ime nuk ishte aty, unë pranova natën e vajzave, thellë brenda, më mungonte se si ishin gjërat mes nesh. Ideja e rikthimit të një fragmenti të lidhjes son të vjetër motrore ishte shumë joshëse për t'i rezistuar pavarësisht stuhisë së dyshimeve dhe frikës që kishte zënë vend në mendjen time. Ndërsa ulëm për të ngrënë, lazanja që bëri e preferuara ime dhe pim verën time të preferuar, diçka nuk shkonte. Pas vetëm një gote, një valë maramendjeje, më pushtoi. Ishte e pazakontë shqetësuese. Kjo verë nuk kishte ndikim më parë tek unë. Duke me lënë të pyesje se çfarë po shkaktonte këtë reagim të papritur. Dhoma dukej sikur po rrotullohej, një ndjesi e panjohur që më pushtoi pas një sasie kaq të vogël vere. Nuk kishte kuptim. Toleranca ime kishte qenë gjithmonë më e lartë dhe një gotë nuk më kishte lënë kurrë të ndihesha kështu. Skajet e vizionit tim u turbulluan ndërsa u përpoqja të kapesha pas ndenjes të normalitetit që po zbehej me shpejtësi. U rrëzova në divan, gjymtyrët e mia të rënda dhe të pakontrollueshme dhe ju nënshtrova një gjumi që ndihej më shumë si një zbritje në errësirë. Kur u zgjova drita e diellit tashmë po filtronte nëpër perde, duke me lënë të çorientuar dhe duke bashkuar fragmentet e natës së kaluar. Ishte sikur mbrëmja ishte fshirë nga kujtesa ime.
E qeshura e motrës sime përshëndeti konfuzionin tim. Ajo ngacmoi për mënyrën se si kishim mbaruar të gjithë shishen dhe unë kisha rënë pa ndjenja para se të fillonin filmin ton. Sipas saj, unë isha thjesht shumë e dehur, por fjalët e saj nuk përputheshin me kujtimin tim të natës. Diçka nuk shkonte dhe e qeshura e saj vetëm thelloi gropën në stomakun tim. Pa pritur shënimi mu shfaqe në mendje. Duke u shtirur sikur isha sëmur, u drejtova në studion nën maskën e shkuarjes në banjë. Zemra ime rrihte me urgjencën e gjetjes së të vërtetës së fshehur në atë recet. Hapat e mi ishin një nxitim i qetë kundër dyshemes. Duke arritur në studio, zemra ime u mbyt. Shënimi ishte zhdukur, kompjuteri i fikur, sikur të fshihte çdo gjurmë të zbulimit tim të vonë të natës. Paniku më pushtoi në stomak. Kush e mori dhe pse? Dhoma ndihej me e ftohtë, heshtja me rënd, sikur vetë ajri të ishte i mbushur me sekrete. E ndeza kompjuterin, dëshprimi po rritej. Skeda e Google me kërkimin tim ishte zhdukur. Emri i ilaçit po më shpëtonte. Truri im u ngatua për të kapur shkronjat që po zbeheshin, një përpjekje e kotë për të kujtuar atë që dikur ishte kaq i qartë. Koha u ndje si e ngrirë dhe po rëshqiste në përgishta. Atëherë më kujtua, historia e kërkimit mund të më kthente në informacionin që kisha nevojë dëshpërimisht. Unë shfletoja thërimet digjitale me duar të dridhura. Çdo klikim i honte zemrën time që rrihte. Ky ishte shansi im për të zbuluar atë që ishte fshehur, për të kuptuar misterin që konsumonte shtëpinë time. Ndërsa historia e kërkimit po ngarkoi, zëri motrës sime shpoi heshtjen, hapat e saj po afroheshin. "A je mirë?" thiri ajo. Toni i saj duke i afruar studios, paniku u rrit. Nuk kishte shpëtim tani, nuk kishte kohë për të fshehur. E vërteta ishte moment e larg, por edhe ajo ishte. Unë u përgatita, ekrani filloi të zbulonte informacionin, pikrisht kur ajo arriti në derën e banjës, në momentin që dera e banjës kërciti e hapur, e dija që mungesa ime u zbulua. Në të njëjtën kohë, ekrani u ndriçua me informacion rreth ilaçit, një zbulim dërmues që priste të zbulohej. Zemra ime kërceu ndërsa kuptova se motra ime së shpejti do ta dinte që nuk isha aty ku ajo mendonte se isha. Ndërsa faqja u ngarkua realiteti i saj, që kishte bërë motra ime, më goditi. Ilaçi ishte për shkaktimin e simptomave që imitonin sëmundje serioze. Sytë e mi u zgjerua nga tmerri në konformimin e frigrave të mia, më të këqija. Ajo kishte qenë qëllimisht duke mbajtur gurin tim të sëmur. Tradhtia më goditi ashpër, një plagë më e thellë se çdo tjetër. Ajo hyri në studio, dëshprimi i gdhendur në fytyrën e saj, duke kuptuar shumë vonë se e kisha zbuluar sekretin e saj. Duart e saj ushtrin sikur mund të fshihnin atë që kishim mësuar. Por e vërteta ishte jashtë duke qëndruar mes nesh si një mjegull e dendur, e pamundur për tu injoruar. Lotët mu rrotulluan në shikim, ndërsa e shikoja motrën që mendoja se njikja. Dora ime dridhej në telefonin tim. Peshe e vendimit për të raportuar atë tek autoritetet e rënda në pëllëmbën time. Tradhëtia dhe trishtimi u ndërthurën në shikimin tim. Humbja e besimit ishte thellë dhe therrëse. Lutja e saj ishte dëshpëruar, një rrëfim i shtrembëruar i qëllimeve të saja. Nuk doja të vrisja, thjesht kisha nevojë që ai të kishte nevojë për mua, klithi ajo. Logjika e saj e shtrembëruar nga deluzionet e saja. Ishte një pasqyrë rënqethëse në mentalitetin e saj, duke zbuluar një thellësi manipulimi dhe mashtrimi që nuk e kisha imagjinuar kur të ishte e mundur. Pas zbulimit të së vërtetës, nuk kisha zgjidhje tjetër veç se ta raportoj atë në polici. Ata mbritën në shtëpinë tonë dhe motra ime u arrestua. Me strazirave të emocioneve, pamja e saj duke u larguar me pranga ishte surreale, një skenë që nuk e kisha imagjinuar kur se do të ishte pjesë e jetës sime. Ishte një moment vendimtar, duke vullosur fatin e saj dhe duke shënuar fillimin e një udhëtimi të gjatë dhe sfidues përpara. Leu u dërgua menjëherë në spital pasi u zbulua e vërteta. Mjekët punuan me zell për të trajtuar efektet e helmimit dhe mrekullisht ai u shërua plotësisht. Ta shikoja atë të rifitonte forcën dhe shëndetin e tij ishte një lehtësim i thellë, një fener shprese në pasojat e një sprove kaq të errët. Ishte një dëshmi e qëndrueshmërisë së tij dhe fillimi i rrugës son drejt shërimit.
Veprimet e motrës sime çuan në vendosjen e saj fillimisht në një institucion mendor, ku ajo mori trajtim për gjendjen e saj të çrregullt mendore. Megjithatë, ishte vetëm çështje kohe para se ajo të transferohej në një burg të vërtetë për të kryer dënimin e saj. Realiteti i saj pas hekurave ishte i vështirë për tu përpunuar një kujtesë të qartë se sa drastikisht kishin ndryshuar jetët tona. Pavarësisht gjithçkaje, nuk mund t'i këputja lidhjet që na lidhnin si motra. Ta vizitoja në burg ishte zemërthyese, çdo takim një përzierje trishtimi, pendimi dhe mbetjesh të lidhjes son, dikur të pathyeshme. Ishte një luftë për të pajtuar motrën që njihja me personin që ajo ishte bërë. Megjithatë, e gjeta veten të tërhequr drejt saj e detyruar nga një ndjenjë detyre dhe dashuri e mbetur. Me kalimin e kohës, unë dhe Leo punuam së bashku për të rindërtuar jetët tona. Procesi i bërjes paqe me ngjarjet që kishin ndodhur ishte i ngadalshëm dhe shpesh i dhimbshëm, por i nevojshëm për shërimin ton. Ndërsa imazhi motrës sime siç e njihja dikur u ndryshua në mënyrë të pathyeshme e të pakthyeshme, ne zgjodhëm të lironim hidhërimin dhe zemërimin. Mosmbajtja e mërive na lejoi të ecnim përpara, duke vlerësuar vlerësimin e rinovuar për jetën dhe njëri tjetrin që kishim fituar përmes kësaj sprove. Cila ishte pjesa më tronitëse e kësaj historie për ju? A mendoni se veprimet e saj ishin thjesht dëshirë për vëmendje apo diçka më e thellë?